Parlamenti miraton sot nen për nendën tërësi buxhetin për vitin 2025 me vlerë 8.2 miliardë euro, i cili është më i madhi që Shqipëria ka pasur në 3 dekada. Meqenëse ky është buxheti i fundit në prag të zgjedhjeve parlamentare, diskutimet në kuvend u dominuan nga betejë elektorale për qeverisjen e ardhshme të vendit. Opozita propozoi 55 amendamente, të cilat përfaqësojnë programin e saj elektoral, duke nisur nga premtimi kryesor i Partisë Demokratike që asnjë shqiptar të mos marrë më pak se 200 euro të ardhura në muaj. Doja të theksoja që është një propozim as pak serioz, që i ka kaluar koha me vaft. Synimi ynë kryesor është që të forcojmë programet e punësimit dhe të integrimit të gjithë atyre të nevojtarë që kanë nevojë për punë dhe janë forcë aktive pune, dhe jo të japim lëmosh a priori të gjithëve duke mos nxitur dhe duke mos synuar integrimin e tyre në jetën dhe në tregun e punës. Zoja Ministre, shqiptarët nuk janë mësuar të kërkojnë lëmosh dhe nuk kërkojnë lëmosh nga qeveria e tyre. Shqiptarët kërkojnë atë që ju i keni premtuar tash e 12 vite. Pensionistët duket se do të jenë në fokus të betejës së ardhshme elektorale, ndaj PD propozoi rritjen e pensioneve. Do të mjaftonin, zoja Ministre, 50 milion euro që u shtuan me një trënd lapsit në tunelin e Llogaras për të siguruar pesëfishimin e fondeve për rritjen e pensioneve. Që të mos kemi një indeksim 1 deri në 1.5% gjatë vitit shkuar, që i bi në fakt më pak se 3.000 lekë të vjetra siç u tallët edhe në këtë vit. Ju jeni ata që shisnit hotele për të paguar bonusin. Ne jemi ata të cilët kemi vendosur 100 milion në buxhetin e shtetit. Kështu që kush jemi ne dhe kush jeni ju, këtë nuk ka nevojë që ta sqarojmë në këtë sallë, sepse këtë e sqaron populli shqiptar dhe në 11 maj do ta sqaroj edhe një herë. Hedhim votim elektronik amendament. Ashtu siç pritet, të gjitha amendamentet e opozitës u rrëzuan nga shumica socialiste. Buxheti për vitin e ardhshëm është më i madhi me vlerë 8.2 miliardë euro. Të ardhurat janë parashikuar në vlerën 7.5 miliardë euro, ndërsa deficiti buxhetor është planifikuar në vlerën 680 milionë euro. Buxheti i vitit të ardhshëm kryefjalë ka investimet publike, të cilat për herë të parë arrin vlerën e 1.6 miliardë euro ose sa 6.2% e prodhimit të brendshëm bruto.